Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira. Allahun e madhur falenderojmë, vetëm për ti ndihmë dhe falë kërkojmë. Lavdata dhe bekimet e Allahut qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, shokët dhe gjithë ata që ndjekin rrugën e drejtë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, kemi filluar që të marrim disa ngjarje nga jeta e pejgamberit alayhi salatu wasalam, që realisht janë edhe stacione të rëndësishme në jetën e tij. Janë ngjarje të mëdha, domethënëse, që spaku përmes këtyre ngjarjeve kryesore dhe stacioneve më të rëndësishme të njihemi në përgjithësi me jetën e Muhamedit alayhi salatu wasalam. Se për kësaj teme, sa është e rëndësishme, kemi folur në takimin e parë, pastaj kemi thonë se edhe për këtë mision kaq të madh, Allahu te baraka te ala ka përgatitur pejgamberin alayhi salatu wasalam, nga se nuk ka mundësi që tek ashtu të bartë në mision kaq të rëndësishëm dhe kaq me peshë. Dhe kemi përmendur se nga përgatitjet ka qenë edhe vetmia e tij në shpellë që në mënyrën që ai ka ditë edhe ka pas mundësi në kohën e tij me adhuru Allahun azza wa jall dhe me meditu për gjendjen e popullit të tij dhe si pasojë e këtij meditimi të gjejë ndonjë mënyrë se si me përmirësu shoqërinë. Brenga e pejgamberit alayhi sallam për shoqërinë ka qenë një brengë e vazhdueshme. Ka qenë një brengë që ka përcjell edhe para shpalljes e pastaj është shtuar edhe më tepër pas shpalljes. Gjatërimin në shpellë të nderuar vëllezër i ka ndodhur pastaj një ngjarje shumë e madhe. Realisht ai është fillimi i misionit. Duke qëndruar në shpellë deri se pejgamberi alayhi salatu wasallam për të papritur befas, domthonë i shfaqet një krijesë e madhe, e cila e shtrëngon fuqishëm dhe i thotë lexo. Pi këtu fillon gjithçka pastaj. Këtë rrëfimi për jetën e pejgamberit alayhi salatu wasallam fillon prej kësaj ngjarje. Dhe në këtë ngjarje të ndërlozur të shkurtër në përmbajtje, por shumë domethënëse në kuptim, ka shumë çështje me rëndësi që duhet me i trajtu. Unë nuk dua që sot flas për fillimin e këtij misioni, pse ka ardhur fjala Iqra, si ka ardhur, çfarë ka ndodhur pas kësaj, mirë për para kësaj të flasim pak edhe për vetë misionin. Ne kur flasim për pejgamberin alayhi salatu wasalam, çka themi? I ka ardhur shpallja. Dhe pastaj vazhdojmë tutje. I ka ardhur duke filluar me fjalën Iqra, pastaj Allahu ja ka shpall Kur'anin 23 vjet, në fjala shpallje përdoret shpesh herë. Po a e dim na çka është shpallja? Çka i bën më ardhi ku shpallja? Sa është më rëndësi shpallja për neve dhe domethënë çka na marrim nga shpallja. Në sot do të flas për komplet misionin, shpalljen e Allahut azza wa jall, e pastaj si ka ardhur dhe si ka fillu. Që ta kuptojmë pak më drejt dhe në mënyrë më të detajzuar, domthonë këtë çështje kaq madhore, që nuk i ka ardhur pejgamberit alayhi salatu wasallam, po i ka ardhur edhe, nuk ka ardhur vetëm atij, po i ka ardhur pejgamberëve të mëhershëm. Ka pas me domthonë dhjetra mira pejgamber që kanë ardhur në tokë dhe gjithë Allahu azza wa jall u ka shpall. Çka është shpallja? Dietarët kanë dhënë disa, domethënë, përkufizime, po nuk dua të hyj në përkufizime kështu të prera, po një shtjellim i këtij përkufizimi. Domthonë, shpalljes në gjuhën e Kur'anit i thonë wahi, i ka ardhur vahji. E vahji është një lloj informimi. Kur don dikujt me i tregu diçka në mënyrë pak më private, më të msheft, që kjo është shpallje. Allahu azza wa jall ka informu, domethënë u ka dhënë lajme të caktuara njerëzve të caktuar që ai ka përzgjedh përmes disa mënyrave të caktuara. Don njerëz caktuar
informata të caktuara që kanë ardhur në formë të caktuar. Kryesisht bartës i shpalljes është meleku Gjibril. Atë Allah e ka përzgjedh që ai të jetë bartës i shpalljes. Ai u ka sjell pejgamberëve shpalljen. Ai ka ardhur Muhamedit alayhi salatu wasalam. Dhe ky është meleku më i madh dhe më, domethënë, i afërt me Allahun te bareke ve teala. Të gjithë melekët Allahun e adhurojnë dhe të gjithë melekët janë të afërt me Allahun xhelalu ala, mirë po Muhamedi alayhi salatu wasalam e ka përmendur se Gjibrili, dhe këtë kemi në Kur'an, është nga melekët më të afërt me Allahun te bareke ve teala. Ai komunikon drejt për drejt me Zotin xhelal xhelaluhu. Ai shpallja është një tërësi informatash që Allahu azza wa jall i dërgon përmes Gjibrilit një njeriu që ai e ka përzgjedh. E ky njeri është i dërguari i Allahut. A ka forma tjera të shpalljes? Ka. I flet Allahu azza wa jall njeriu drejt për drejt. Sikurse ka komunikuar me Muhamedit alayhi salatu wasalam kur ja ka shpall obligimin e namazit gjatë udhimit në Isra dhe Miraj. Po ka komunikuar Allahu direkt edhe me Musa alayhi salam. Wa kallama Allahu Musa taklima. Allahu tha, edhe Allahu ka folë Musan, doon direkt, pa ndërmjetësim. Prandaj shpallja është kjo. Allahu azza wa jall i zbret, i jep informata të caktuara, njohuri të caktuara, njerëve të caktuar përmes disa mënyra të caktuara, ku më e theksuar dhe më e njohur është përmes Gjibrilit alayhis salam, melekut të afërt me Allahun te bareke ve teala. Mirë të ndrohozë. Kjo shpallje, çka është kjo shpallje? Kjo shpallje është kujdesi i Allahut për njerëzit. Që Allahu xhallahu e zbret shihun. Pse e zbret Allahu shihun? Ka se kujdesi që në tokë të ketë jetë. Pse Allahu mund se me dalë dielli që të ketë në tokë jetë? Kjo është kujdesi i Allahut te bareke ve teala. Qysh kujdesi Allahu xhallahu që toka të mbetet stabile, jo me udhridh, jo me lëvizje që na trazon e na prish rahatin. Kush kujdeset për këtë stabilitet, për këtë qetësi, rahati? Kush kujdeset? Allahu te bareke ve teala. Andaj na kujdesin e Allahut e shohim çdo ditë dhe e përjetojmë çdo moment. Edhe tash, fakti që ne porim rahat mbi tokë, po ecim rahat, kush kujdes për këtë? Allahu te bareke ve teala. Ai ruan stabilitetin dhe e ruan qëndrueshmërinë e tokës, që ne këndshëm dhe lërshëm rahat të lëvizim dhe të përfitojmë mbi sipërfaqen e saj. E kujdesi i Allahut për njerëzit është i pa kufi. Disa nga këto forma të kujdesit i dim, por shumë nga këto forma të kujdesit na nuk i dim. Dhe fatkeqësisht shumica e njerëzve të ndërruar domthonë e vrejnë kujdesin e Allahut vetëm në aspektin e jashtëm, material. Kur Allahu jep shëndet, kur Allahu xhallaxhelalu për shembull ja zgjidh një problem, e vrejnë këtë kujdes, Allahu xhallahu na ndihmoj. Mirë, kujdesi i Allahut për muzu njëri, mos me bredh rrugëve, mos me lejthit pas punëve të këqija, që mos të jetë viktim e shejtanit. E ky kujdes është më rëndësi. Kështë më rëndësishme. Gas në bazë të këtij kujdesi merr kuptim krejt kujdesi tjetër. Zoti Allahu xhallahu nuk na ka sjellë këtë dunjë që duke u kujdes ai për ushqimin tonë na jetojmë. Duke u kujdes ai për shëndetin tonë na jetojmë. Jo, këtu janë mjete. Allahu na ka sjellë këtë dunjë që duke u kujdes për udhëzimin tonë, ne Allahun ta adhurojmë. Për çfarë Allahu na ka sjellë dunjë? Ne atë e adhurojmë, e Allahu kujdeset që të na mëson si ta adhurojmë. Prandaj ka zbrit pejgamber, ka zbrit libra, dua të them, dhe ka dërguar pejgamber që të na mëson se çka Allahu don. E kuptime tjera të shpallës që do t'i marrim inshallah në vim. Prandaj shpallën ne kuptojmë në raport me neve, në raport me pejgamberin, çka është informata, njohuri të caktuar që Allahu xhallahu ala ja shpall përmes, ja dërgon përmes melekut Gjibril. Mirë, po në raport me neve çka është shpallja? Është kujdes për udhëzim, është kujdes që të shpëtojmë, është kujdesi Allahut azza wa jall që ne mos të devijojmë. Prandaj niveli më i lartë i kujdesit dhe kujdesi më i rëndësishëm për neve është kujdesi i Allahut përmes shpalljes. Kujdesi i Allahut për neve përmes dërgimit të pejgamberëve.
Paramendoni për shkakun të ndërru vëllezër, si do të ishte dunjoja mos me pas shpallje. Si do të ishte gjendja e njerëzve, mos me pas për shembull udhëzime që njerëzit i mësojnë çysh duhet me jetu. Edhe pse njerëzit në mos të madhe sot për shembull refuzojnë mësimet e shpalljes, ata prapse përfitojnë nga shpallja. Patjetër, s'ka mundësi. Përfitojnë në mënyrë direkte, indirekte, e pranojnë, e mohojnë problemi tyne, mirë po ata përfitojnë nga shpallja. Sa ka për shembull mësime që njeriu sot për shembull i përdor për të mirën e tij. Ku i ka mësuar këto? Ku i ka marrë këto? I ka mësuar nga pejgambert. Tani ja kam vesh vetes tij, thotë, na e kanë vënë rregull çatushtit. Kjo problem tjetër është. Ama nëse hulumtojmë gjemse, këtu janë mësimet e pejgamberëve. Don edhe për vetveten, edhe për me ndërtu familjen, edhe për me bashkëpunuar, për me ndihmuar, me besuar, këto tjera janë mësimet e pejgamberëve. Prandaj Allahu Azza wa Jall është kujdes për neve që ne të jemi të udhëzuar, që ne ta njohim rrugën e shumë të tjera. Prandaj në bazë të kësaj kuptojmë të ndërrozë se shpallja është një kujdes i Allahut për neve. Tjetër çka është shpallja për neve? Për që është kujdes. Çka është shpallja tjetër për neve? Për neve është të ndërrozë shpallja, që e kallëzojmë çka është referencë, burim i rëndësishëm i njohurive tona dhe kuptimeve që duhet mi ditë. Është burim i dijes. Shpalla nuk ka veç për shembull falë namazin, agjëra, mos pi alkool. Nuk ka veç kërkesa, jo. Është mësim, është udhëzim, është burim i kuptimeve. Prandaj na për shembull duhet me kuptu kush jemi ne, çka është njeri, kush është njeri, ku e kuptojmë na? Në shpallë kthehemi. Ka sa Allah thot, ala ya'lamu man khalaq, si nuk din ai që ka krijuar. Atje e kuptojmë, shpallën na tregon për ardhen. Për ka arti. Sot ka shpjegime të lëshme, po që realisht e nënçmojnë njërën e përbuz një këto shpjegime. Nuk japin realisht respektin që njëri e meriton. Andaj njeriu ka arsi rastësisht, domthonë s'është me rëndësi, ka arsi pjesë e evoluimit nga një kafshë me një kafshë, nga një kafshë me një kafshë, derisa nga majmuni pastaj duke u formuar, duke lëviz, është bën njeri. Kjo është nënçmim për njeri. Kjo është nënçmim për njeri. Po. Shikoni çush Allahu Azza wa Jalla në shpallje e prezanton njerin me shumë respekt. Do është i krijuar në mënyrë të veçantë. Është i krijuar me qëllim. Ka ardhe, ka gëzuar respekt. Do s'është i rastësishëm. Nuk është veç ka qelluç aty. Jo, Allah, jo. Është Allahu e ka nderu. Apo. Por në për shembull të ndërlozë veç një shembull tjetër nga jeta jonë sa më kuptues se kjo është hala më e madhe. Ti me shku të dikush me najt, edhe mi aqu një hedije. Aj më gëzu shumë, o falënderes një me, ma ka dhëru, ma ka qelë derën, Allahu të shpërbleft, ta shtimi thonë, Wallahi, Allah, së më njësë ti, kokëna i gabimisht, që të dije s'ta kumë ble ty, ja kumë ble ati tjetëri, ta tonë, kështë që po më jenë keqë, për të ti së më njësë, rasisht hina që të ti. Qysh i do këtë ati njerë kjo vizit? A kupto si nderë? Ma di në nëshmim? Ti bile i ke gabu, bile mos e përmen. A më thonë, së më njësë ti asë njetë se kom pas me të vizitu type. Se kom pas e të heq me të vizitu. Veç rasisht, hina gabim pas na hisës, së konë rani me i të ti. Qysh e një njëri vetën e vetë? Ska pikë respekti këto, ka respekt? Ja, ska pikë respekti. Por në përshon njëtë mi thonë, ti asë që konë në rënë më bo, po ke që luqë aty në rënë të kafshve, ja, je bo dhe kushtë, që ty asë që konë në rënë me konë, asë ku fa respekti, rasës ke që luqë për shemë, a ke respekt? A jep ke njëri dignitet? Absolutisht jo, absolutisht jo. Në Allahu Gjellore e ndërën njëri unë, pra në jeta e njërë të shesrajt, me vranë njërë është punë e madhe, krimi man tokë, pse? Pse Allahu e ka ndëru njëri, e ka kryu me respekt, e ka si në dunja me qëllim. Ndaj kush ja jap njërit dignitetin meritor, kush ja jap vlerën e duhur, shpallja. Në shpallja për ne është burim i njohurive për veten tonë, kush jena na? Çka kërkohet prej neve? Çka ndodh pas vdekjes? Gjitha këto informata të rëndësishme, të sakta, të vërteta burojnë nga shpallja. A i për neve shpallja është referencë e panashkallueshme.
nuk zaventësohet, nuk ka mundësi më zaventësu. Që për shembull, nëse e zaventëson shpalljen me shpjegimin kushtimisht po them shkencor që sot për njërin, ç'a delti me zaventësu? Dhe ne që përmena, kur gjëjq, prandaj shpalla nuk zaventësohet. Po, ka dhe burime tjera që njëri përmes të informohet. Për shembull, shkenca është eksperiment, njerëz kanë zbulu, për shembull, zbulimet shumëta, edhe burimi kësaj kur është natyra, eksperimenti që njerëzit e kanë bërë. Sprish punë, përvoja, logjika e njerit është një burim. Mirë po, burimi kryesor dhe qendror dhe i pazaventësueshëm për njeriu që mi kuptu gjërat, mi njoh gjërat është shpallja. Për neve që kjo është shpallja? Për neve që kjo është shpallja? Allah e ka zbrit shpallën që tjetë burim i njohurisë, jo që tjetë, dhe më thonë, veç lexim, libër leximi, jo. Shpallja është burim i njohurive. Ne në shpallë thash e njohim veten, e njohim Zotin, e njohim të ardhmen, e njohim jetën, e njohim botën, e njohim atë që na rrethan, e shumë të tjera. Shpallja të ndërë vëllezër flet për gjëra që nuk ka mundësi njeriu me i kap me asnjë shqisë. Janë jashtë mundësive që të prekin apo të kuptohen me shqisat e njerit. Kërë që me shpallë këtu i kupton. Nëse se kupton me shpallë, a din sa të vërteta njëri më hënë. Shumë më hënë, që me lakit i më hënë. Dhe si këna pa, pësa e mënen që veç ka shijet besohet, ekziston. Ka shumë sa që nuk shijen, po besohen, po besohen. E për këtë ka shumë argumente, mëse të gjasëm të në këtë pjesë, nuk në kam metë shumë kodin e zanë. Andaj, shpallja është burim i njohurive, është burim i kuptimeve të caktuara, koncepte më rëndësi. Shpallja për neve të ndërru vëzër është gjithashtu, do më thonë, e burim që përmes shpallës i njohim gjërat që nuk mund t'i kapim me shqisa tona. Çka ndodh në varr? Njëri kur varroset, a përfundon krejt? Jo, është një jetë tjetër fillon. Dita e gjykimit, çka do ditë gjykimi, xheneti, xhenemi, krejt janë këto don jashtë mundësive shqisore njëri mi kuptu. Me njoft, s'ki mundësi. Ama kur Allah ja shpjegon, e ta njëri kupton, po, i kupton pas informimit dhe pas shpjegimit. Po pas shpjegim dhe pa informim të shpallës, a ka mundësi një këtu mi ditë? Jo. Me çfarë eksperimenti mundi me ditë se ekziston xheneti? S'mund është me ditë. S'ki as mostra, s'ki ku me shkuas, larg është. Prandaj është burim i rëndësishëm edhe i disa njerive që nuk munden me u zbulu vetëm përmes shqisave tona. Shpallja të ndërvëzër është edhe udhëzim për njerin dhe pastrim. Shpallja e pastron njerin nga dukurit e këqija, nga veprat e këqija, nga prirjet negative, e pastron. A ka ndonjë udhëzim më i fuqishëm, më efikas se shpallja për me e shëru njerin nga arroganca, nga mendjemallësia, nga vetpëlqimi? Nuk ka absolutisht. Për shkak se shpallja ka ardhur shërim për to. Sikur se Allah thotë në Kur'an: "Wa nunazzilu min al-Qur'ani ma huwa shifa." Ne zbresim këtë Kur'an që tjetë për juve shërim. Andaj është dije, është njohuri, është udhëzim, është shërim, shpallja. Dhe është shpëtim. Shpallja është garantuesi i shpëtimit. Veç asnjë burim tjetër. Çka do të qenë në këtë dunja, ndjek, mëson, vepron, nëse nuk është e legjitimuar nga shpallja, nuk është përputhje me shpallën, nuk shpëton. Për shkak se nuk e ndjek rrugën e duhur. Shpallja mëson ka duhet me shku. Prandaj shpallja është edhe shpëtim për neve. E shumë tjera të dëvëzër që mund të themi për shpalljen. Prandaj duhet të jetë referencë e panashkallueshme, e pa alternativë për neve, për ato për çka ka shpallja. Ti kthehemi shpalljes, pasi Allahu xhallahu ala e ka shpall. Shpallja realisht është ndërtuar mbi dijen e Allahut azza wa jall. E a ka dikush që din më mirë se Allahu te barekuhu teala? Shpallja është ndërtuar mbi urtësinë e Allahut xhallahu ala, i cili vendos gjëra në vend vet.
a ka dikush me jurë se Allahu Azza wa Jall? Absolutisht. Prandaj ne duhet që të kemi një komunikim më miqësor me shpalljen, më të afërt me shpalljen. Ne duhet që më shpesh ta konsultojmë shpalljen, më shumë ta njohim shpalljen. Shpallja është Kurani, që i ka zbritur pejgamberit alayhis salam, po shpallja dhe pjesë e shpalljes është edhe suneti i pejgamberit alayhis salam. Nëse kush e ka mësuar pejgamberin shumë vepru, kush e ka mësuar shumë fal, Allahu Azza wa Jall. Dhe ja ka shpall ajetet e Kuranit, por ja ka shpall edhe shpjegimet e Kuranit përmes sunetit të pejgamberit alayhis salatu wassalam. E kur ti e kupton këtë shpallje kështu, me këtë kuptim dhe me këtë rëndësi, tash përgatis me di se çka do të thonë kur i ka ardhur pejgamberit alayhis në shpellë Iqra leza. Çka do të thonë kjo? Shumë punë e madhe. Don prej kësaj shpellë ka filluar me dal drita e udhëzimit, drita e njohurive, drita e shpëtimit, drita e daljes nga errësirat e shumta, drita e daljes nga padrejtësitë, shtypjet e dhuna e lloj-llojshme që është ushtruar mbi njerëzit e shumë tjera. Prandaj është begati dhe mirësi që e kemi në duart tona. Dhe të ndërrozëm në përmbyllje, do na e kemi nderin dhe kënaqësinë. Dhe këtë nuk e them për shkak se na jena musliman. Kjo është me argumente. Të gatshëm me debatu për këtë punë me këtë dush. Dhe sot dush se Kurani mbetet, do më thonë, shpallja e vetme e pandryshuar, në të cilën nuk ka ndërhy dora njerit. S'ka mundësi. Nga se Allah e ka marrë me vete me mbrojt. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Ne kemi zbrit këtë përkujtues, këtë udhëzues dhe na kena me mbrojt. Ndërsa në libra tjera ka ndërhy. Në Tevrat ka ndërhyrje dorës njerit, në Injil ka ndërhyrje dorës njerit, ka ndërhy. Andaj ka disa domethënë libra të Injilit, Injili i këtij janë 4 që janë përzgjedh, se disa i kanë përzgjedh, kanë dhënë me qindra domethënë versione të Injilit. Cila është fjala e Allahut Azza wa Jall? Madje aty vetë ka citime të fjalës njerëzve. Tha ky thaj, nuk dihet kur fjala e Allahut ku fillon, ku mbaron. Madje ka çështje që realisht janë shpërputje totale me shpalljen, s'kan lidhje me shpalljen. Kështu që ky shtrëmbnim është i rrezikshëm. Kurani mbetet shpallja e vetme. E pandryshuar deri në gjykimet. Prandaj keq ka themi për shpalljen, rëndësinë e shpalljes, flasim për Kur'anin, fjalën e Allahut te barekuhu teala, që sot është në duart tona. Ne duhet që ta domon rritim kujdesin ton, ta shtojmë gjithashtu angazhimin ton, përpjekjen ton për me e kuptu këtë shpallje, për me njoft këtë shpallje, përmes leximit, dëgjimit ligjëratave e shpjegimeve të shumta që na mundsojnë që na me e njoft më mirë atë që Allahu xhallahu na ka shpall neve. Prandaj kjo është ajo që i ka zbrit pejgamberin, që kjo është shpalla që i ka ardhur. E tash çysh i ka ardhur, çysh ka filluar, inshallah është stacioni i ardhshëm në takimin e ardhshëm. Allah na udhëzoj me shpallën e tij, Allah na drejtoft në rrugën e drejtë e na mundsoj që të jetë më drejt burim i informimit, i udhëzimit edhe i shpëtimit për neve në dunja dhe në ahiret. Me kaq për këtë pjesë, Zoti shpërbleft. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira.